Edhe këtë shtunë u regjistruan përplasje mes forcët e policisë dhe banorëve të Bakstriollit. Banorët vijojnë në rezistencën e tyre, ato përsërisin kërkesën që SPAK të veprojë të marrë çështjen e dorë pasi protesta do të vazhdojë. Kryeministri vjen të kërkojë votat, tani me deputetët e tij nuk reagojnë, shprehti nga banorët. Sot policia e shtetit në Rjoll nuk është policia e shtetit, është polici në mbrojtje të krimit, është polici në mbrojtje të oligarkëve, polici në mbrojtje të Fatmir Shpeza. Fatmir Shpeza, një person i dënuar disa herë nga gjykata për falsifikim, për shpërdorim detyre, sot mbrojt nga policia e shtetit në Rjoll, në vendin ku ka plaçkit pronën e banorëve autokton shekullor këtu. Kryesor duhet të ndalohet 1 minutë më parë. Masakra që po bëhet sot në Rjoll, masakra mjekësore, është e frikshme. Është e frikshme sepse Rjolli vazhdon të jetë akoma një zonë rams. Është zonë mbrojtur ndërkombëtare nga konventet ndërkombëtare dhe ky resorti nuk lejohet për të ndërtuar këto. Pa nuk ka shkodra i deputet, pa nuk ka shkodra i prefekt, pa nuk mundet një ministër me dalë me majt një qendrim për gjithë këta banorë këtu që po vinë tash 2 muaj rresht të protestu. A nuk jena na pjesë e Shqipërisë? A nuk jena na qytetarët e shtetit shqiptar që injorona në këtë mënyrë nga shteti jonë? Kryeministri vjen me kërku votat. Deputetët e tij vinë me kërku votat të Rjollit, të Velipojat të gjithë. Po sot që janë të na vjedh pronën, ku janë ata? Pse nuk reagojnë deputet? Pse nuk vinë me një gjuk të banorë? Po të vinë mërti një gjëna të thonë, e keni gabim, jeni të rrejt. Ka është vinë thonë? Këtë resort privat që dënë me bo, nuk ka për të arrujt policia çdo tan jetën. Dhe nuk ka privat, as nuk ka banorë që i blinë këtu, sepse ato ka e pronëve Rjollit. Unë e paralajmëroj, i thom atij SPAK-ut se ne dim se kush është shteti, kush është qeveria, kush është ministri i rendit. Po SPAK-u, pse SPAK-u kërkon hesjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe Edi Rama nuk pranon. Po nuk ka nevojë me hekum imunitet tu SPAK-u. Pse se merr çështjen? Janë 2 dosje zotni. Janë 2 dosje për këtë pronë. Pronën e gjyshit është nerë edhe me lënë jetën në atë pronë. Sepse mu kur të marrin pronën e gjyshit mu ka marrë çdo gjë. Unë jam këtë gjallë. Çfarë duhet gjallë kur të marrin pronën? Na shojmë gra, na shojmë fëmijë. Na s'kan gjë pa thonë ne. Ma qakë i shtetë marë, pa kjo shteti hajdutave e krimineleve. Unë jam të gjyshit tem, për e të marë këtë. E pasë dhe të polisë kanë mi, s'kanë mu duk me ne, ma. Se dhe këta di shumë mirë se venja joni. Në mbështetje e banorëve të Bakstriollit ishin edhe qytetarë nga zonë ndryshme të Shqipërisë.